Hayırlı olsun. Kır hayır mı diyoruz? Kır hayır. Me një organizim dhe program artistik të përgatitur sot nga kolektivi shkollës fillore Mustafa Bakiu, ka inauguruar kabinetin e muzikës, e cila ka ardhur si donacion nga Këshilli Turk në Kosovë. Në këtë rast, në këtë ceremoni ishin kryetari i Këshillit Turk në Kosovë, kolonel Harun Eriktash, konsulli i Turqisë në Prizren Fatih Topçu, nën kryetari i komunës së Prizrenit për komunitete Furkan Bytyç dhe përfaqësues të këforit turk, si dhe mysafir të tjerë. Fillimisht të pranishmit e shumë dhe mysafirët të lartë i ka përshëndetur drejtoresha e shkollës Behare Kryeziu, e cila tha se kjo ndihmë tregon edhe një herë bashkëpunimin që kemi ne me këforin turk dhe kjo do të ndikojë edhe në gjendjen e mirë të procesit arsimor, sepse muzika është një argëtim. Është një ditë e veçantë për shkollën tonë, sepse po përurojmë kabinetin e ri të muzikës, një hapësirë moderne e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për zhvillimin e talentit, kreativitetit dhe dashurisë për artin tek nxënësit tanë. Shpreh mirënjohjen më të sinqertë për kontingjentin turk për këtë investim kaq të rëndësishëm dhe domethënës. Planifikuam këtë projekt, menduam se do të arrinim vetëm deri tek sigurimi i zërimit dhe ndoshta do të ishim të kënaqur edhe me aq. Por falë vullnetit, bujarisë dhe mbështetjes suaj, sot para nesh kemi një kabinet të kompletuar me të gjitha pajisjet e nevojshme që të i kalojnë pritjet tona. Mbështetja juaj nuk është vetëm një donacion material, por është investim në të ardhmen e fëmijëve tanë, në edukimin dhe zhvillimin e tyre të gjithëanshëm. Muzika është gjuhë universale që bashkon zemrat, nxit kreativitetin dhe edukon shpirtin. Përmes këtij kabineti të ri, nxënësit tanë do të kenë mundësi të mësojnë, të krijojnë dhe të shprehin talentin e tyre në kushte shumë më të mira. Ky gjest fisnik dëshmon se bashkëpunimi ndërmjet institucioneve dhe miqve tanë ndërkombëtar sjell rezultate konkrete dhe të vlefshme për komunitetin. Falenderojmë nga zemra për këtë mbështetje dhe ju sigurojmë se ky kabinet do të shfrytëzohet me përkushtim, kujdes dhe dashuri nga gjeneratat e sotme dhe të ardhshme. Të pranishmit e shumtë i ka përshëndetur edhe nën kryetari i komunës për komunitete Furkan Bytyç, i cili ka falendëruar gatishmërinë e qeverisë turke për investimet që po i bën në Kosovë. Böyle açılışlarda 2000 metre yükseklikte bile boşnak köylerinde bile yatırım yapması gerçekten bizim için gurur vericidir. Hepsinden, komutanımızdan, Mehmetçimizden Allah razı olsun diyorum. Të shpreh mirënjohje time ndaj komandantit dhe ndaj ekipit të kryesisë së Këshillit Turk në Kosovë, sepse ata punojnë një punë të pandalshëm me shumë kontribut edhe në lartësi prej 2000 metra, sikur që kemi pa edhe në këtë shkollë, edhe në shkollave në fshatrat, për shembull fshatrat Bosnjan. Për këto projektet, mas pari shpreh mirënjohjet time për drejtoreshën për këtë iniciativë edhe këtë projektin me këtë kreativitet dhe dëshiroj të falenderoj shtetin turk dhe kryesinë e Këshillit Turk në Kosovë dhe me të gjitha institucionet në Kosovë për ndihmën dhe realizimin e kësaj lloj projekti. Edhe ne si komuna e Prizrenit jemi këtu për të rritur vlerën e shtetit tonë, një vlerë si një madh. Kurse po kështu kryetari i Këshillit Turk në Kosovë, kolonel Harun Eriktash, ka folur për këtë kabinet që ka për qëllim që nxënësit e kësaj shkolle të kenë mundësinë të ndihen sa më të lumtur, kurse u tha se do të mendohet edhe për projekte të tjera, dhe se Këshilli Turk në mesin e shumë projekteve sot e finalizoi edhe këtë projekt që ka lartësinë mbi 11.000 euro. Kosova Türk Temsiliyet Başkanlığı olarak Sivil Asker İşbirliği çerçevesinde önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Sot jemi mbledhur për hapjen e kabinetit të muzikës në shkollën fillore Mustafa Bakiu në Prizren. Si kryesia e Këshillit Turk në Kosovë, jemi krenarin e realizimit të një projekti të rëndësishëm në kuadër të bashkëpunimit civil-ushtar. Me bindje se arsimi është një nga shtyllat më të rëndësishme të zhvillimit shoqëror dhe ne do të vazhdojmë përpjekjet tona për të përmbushur nevojat e të rinjve tanë në fushën e arsimit. Me këtë projekt
vazhdojmë të ofrojmë nxënësve tanë një mjedis arsimor më cilësor, si dhe të kontribuojmë në zhvillimin kulturor dhe shoqëror të komunitetit. Kabineti i muzikës që po inaugurohet sot do të bëjmë aktivitetet e nxënësve tanë më efikase dhe do të kontribuojnë në jetën sociale të shkollës. Në shërbime bazë si arsimi, kultura, shëndetësia dhe infrastruktura, mbështetje ndaj popullit të Kosovës nuk është vetëm një përgjegjësi për ne, por edhe një detyrë vëllazërore. Projekti i furnizimit të klasës së muzikës është i përfunduar me datën 7 maj 2026. Në kuadër të projektit janë realizuar izolimi i klasës, lyerja e klasës dhe furnizimi me këto materiale. Një elektropiano, një miser me 12 kanale, 4 autoparlant me kabla prej 8 metër, 6 mikrofona me kabla prej 4 metër, 6 stende për mikrofon dhe 3 stendat muzikore, një saz me dorza shkurtër, një saz me dorza gjata, banka dhe karika për nxënësit, montimi i storperdës prej 10 metër katror, një bombë dyshe, një tumbë dyshe, një shaker, një chimes, një def, një tarbuka dhe gjak kabla 2.8. Shuma financiare e projektit është 11.597 euro dhe projekti është tërësisht e financuar nga ana e Republikës së Tyrkjes. Këtë ceremonie ka përshëndetur edhe konsulli i përgjithshëm në Prizren Fatih Topçu, duke folur edhe për këto investime, ka folur dhe për projekte të tjera që po bën Turqia në Kosovë. Çok mutluluk duydum. Dost ve kardeş bir ülke olarak Kosova'nın gelişimine sundukları bu değerli katkılar için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Jeni e krenari për në pjesëmarrjen e kësaj lloj projekteve, sidomos në fushën e arsimit, edhe falenderoj përzemërsisht Kryesinë e Këshillit Turk në Kosovë, që janë me një pjesë këtu, edhe atyre që kontribuan në zhvillimin e arsimit edhe në zhvillimin e projekteve shoqërore. Mon është kënaqësi të shohim buzëqeshjen edhe lumturinë e nxënësve, edhe me këtë rast falenderoj edhe një herë komandantin që çdo herë që bëhet ndonjë hapje ose ndonjë event në çështjeve të arsimit, po na ftojnë edhe është krenari me qenë këtu me ju. Pas kësaj është nënshkruar pranimi I këtij kabineti, derisa drejtoresha Kryeziu ka ndarë edhe mirënjohje për kolonel Harun Eriktash dhe konsullin Topçu, ku dhe është prej shiriti I përurimit, kurse nxënësit e kësaj shkolle në këtë rast kishin përgatitur edhe një program artistik në gjuhën shqipe dhe atë turke, I cili u duar trokit me aplauza të mëdha. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.